Ndaj nëse e keni vënë re, një nga kërkesat është dhe ajo që ka të bëjë me ligjin për financimin e partive politike. E mora këtë si shembull për faktin se 30 e ca ditë më parë, pra para se të fillonin protestat, çuditërisht jo xhanën, sepse kanë rënë gjithmonë dakord, pazare, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, Edi Rama dhe Sali Berisha ranë dakord për të bërë një ligj për financimin e partive, i cili ju garantonte atyre që nga 100% e parave të buxhetit të shtetit, të shqiptarëve, që u jepen partive politike, 80% t'i merrnin këta dy. E mora këtë si shembull për të treguar që është e qartë që midis të vjetrës, midis Berishës dhe Ramës, ka gjithmonë pazare, aleanca, koalicione dhe okulte për ta mbajtur me forcë pushtetin. Kur them pushtetin, edhe njëri dhe tjetri. Dhe ta bëjnë gjithmonë më të vështirë daljen, rritjen, penetrimin e lëvizjeve të reja politike. Jo vetëm kaq, por se kanë kërkuar edhe disa kërkesa tjera që kanë lidhje me procesin zgjedhor, për shembull barazia para